Tani për sa i përket pyetjes, unë nuk e kuptova pyetjen, ose më saktë po them, po bëj sikur se kuptoj, sepse pyetja ishte që gjatë gjithë fushatës unë thash diçka për të marrë votat dhe cirku mbaroi, apo ajo që thash mbetet në fuqi. Kështu që unë po bëj sikur s'po e kuptoj pyetjen, dhe po them që jo vetëm që i qëndroj asaj që kam thënë, që ne na është dhënë mundësia historike pasi janë rreshtuar yjet bashk dhe Bashkimi Evropian ka hapur derën, që të hymë në atë derë nëse ne bëjmë të gjitha ato që janë të shkruara dhe të përmbledhura në planin që kemi në tavolinë së bashku me Komisionin deri në fund 2007. Kështu që ne do bëjmë tonën. Dhe duhet ta bëjmë patjetër tonën, se nëse ne bëjmë tonën, nuk ka çfarë bën as Antonio që e do me zemër këtë proces edhe Shqipërinë edhe rajonin, as një mik tjetër, sepse Bashkimi Evropian funksionon me laps edhe me kritere dhe standarde që duhen përmbushur. Pasi ne të bëjmë tonën, pastaj topi është në fushën e tyre për të hapur derën. Zoti u shtofti natin, themi ne, edhe para 2030-s, po ne kemi vënë 2030, nuk e pas parasysh që mund të ketë në proces momente që mund marrë më shumë kohë. Kështu që absolutisht kjo është një mundësi historike dhe ky është një mision historik për ne. Ne jemi në mes të Evropës, nga popujt më të vjetër këtu, dhe për sa kohë nuk do hymë në Bashkimin Evropian, do mbetemi të huaj. Dhe për ne nuk është çështje as fondesh, as prosperiteti, por në radh parë është çështje dinjiteti. Është çështje identiteti, është çështje përkatësia. Dhe ne duam ta mbyllim këtë proces.